Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Siç e shikoni, ne sot jemi pranë Muzeut të Qytetit Firit. Si gjithmonë miku im i emisionit Personazhe në Fokus, zoti Ilirian Gjika, përgjithësi i Muzeut të Qytetit dhe një nga historianët të Qytetit të Firit. Zoti Gjika, faleminderit që jep pjesë gjithmonë të emisionit Personazhe në Fokus, duke na treguar gjithë historikun jo vetëm të Myzeqes, por të gjithë historikun që ka vetë kombi shqiptar. Ne sot bashkë kemi zgjedhur të trajtojmë një temë tepër të veçantë. Temi historik i Myzeqes. Çfarë është termi Myzeqe? Nga vjen kjo fjalë? Ku fillon Myzeqeja dhe ku përfundon? Ku është historia e Myzeqes? Ju kuptoj. Myzeqeja, që ju e përmendët disa herë si term, ka një koncept më të thellë në disa aspekte. Së pari, Myzeqeja është një nga krahinat etnografike të Shqipërisë. Së dyti është një nga fushat më të mëdha të rajonit perëndimor të Shqipërisë. Së treti, mbaret një qytetërim të vjetër që nga periudha e para historisë dhe që vjen dhe banohet pa ndërprerje deri në ditët tona. Por le t'i marrim me radhë në një bashkëbisedim sot. Jo vetëm për ne, po edhe për shikuesit që na ndjekin emision gjithmonë dhe shpeshherë Ilirian Gjika është ai që vendos pikat mbi i në këto pjesë të historisë, pasi sot historia shpeshherë trazohet në shumë po e themi pak më shqiptar. Nuk i futemi kësaj linje, gjithsesi do të flasim. Je pak konfuz ti zoti Gjika në këtë tip, kur kam në këto tema kështu ti je pak. Jo. Unë e kam shumë të lehtë të flas. Por vihemi shpesh në një pozitë paksa jo komode nga ju gazetarët, të cilët gjithmonë kërkoni në mënyrë këmbgulse që ne të themi atë që juve kërkoni që t'i përçoni publikut, teleshikuesit, auditorit. Por ne kemi punuar bashkarisht dhe kemi komunikuar në mënyrë komode, të drejtë për drejtë, të thjeshtë, dhe them se si gjithmonë strikt. Dhe them se dhe sot do të kemi një bashkëpunim të mirë, një bashkëbisedim komodo ta quaja, dhe t'i përçojmë në auditorit, teleshikuesit, publikut që na ndjek faktet, zhvillimet kryesore, ose të bëjmë thjesht një historik të përgjithshëm të kësaj krahine. Ju mund në bisedën që trajtuam përpara se të vendoseshim përpara kamerës e emisionit tuaj, më pëlqeu ideja juaj që Myzeqen juve do të ta trajtoni jo vetëm në aspektin historik, por dhe në aspektin etnografik, në aspektin folklorik, në aspektin mjedisor, në aspektin kulturor. Sipas statusit dhe rolit të secilit specialist, sot më takon që ta nis unë i pari këtë cikël, ose ta nisim bashkërisht këtë cikël për Myzeqen dhe të bëjmë një përshkrim të shkurtër historik. Myzeqeja është përmendet burimet historike, dëshmojnë se është përmendur për herë të parë si term në vitin 1412. Edhe në një nga stendat që të pavionit të mesjetës, nga stendat ilustruese që kemi këtu në muze, përmendet viti 1412, kur për herë të parë dëshmojnë dokumenta veneciane dhe një dokument tjetër që është kronika e tokove, që është një kronik mesjetare e fundit mesjetës, shekullit 15, ku përmendet për herë të parë në kronikën e tokove Myzeqeja 1411 dhe këtu 1412 një dokument venecian. Bëhet fjalë për dokumenti venecian flet për zonjën e Vlorës, Komita Muzakën, e cila dërgon një ambasadorin e saj në Venedik, në Venecia, për të biseduar me autoritetet veneciane për të vënë në mbrojtje disa prej territoreve të zotërimeve të veta
që rrezikoheshin prej pushtimit turk. Edhe kronika e tokove flet për luftrat feudale që zhvilloheshin në Shqipërinë e poshtme, ku në bazë të krushqive dhe aleancave të kohës, fisnikëria e Shqipërisë poshtme, disa familje të fisnikërisë të Shqipërisë poshtme i kërkojnë ndihmë familjes Muzaka dhe përmendet dhe për herë të parë termi myzeqe. Ka disa teori për termin myzeqe, por sot është vërtetuar shkencërisht që emri i krajinës myzeqes vjen pikërisht nga familja Muzaka, e cila ka zotëruar fushën e myzeqes për gjatë shekullit të 14 dhe shekullit të 15. Pra, për ta sqaruar, të jemi më konkret, në fillim të shekullit të 15, pra në fillim të viteve 1400, dhe të precizuar në vitet 1411, 1412, përmendet për herë të parë termi myzeqe. Po thoni juve, po më parë, a ka pasur emër? Po, ka pasur emër dhe do t'i referohem Barletit. Në vitin 1385, në fushën e sotme, në atë pjesë të fushës sotme në jug të Lushnjës, në Savër, është zhvilluar betejë e parë shqiptaro-osmane, dhe ku Balsha i II do të mundej nga aleanca e Karl Topis me osmanët dhe do të jepte fund përpjekjeve unifikuese për krijimin e një shteti shqiptar, përpjekjeve të para gjatë mesjetës unifikuese për krijimin e një shteti shqiptar. Dhe Barleti e përmend me emrin fusha e Saurës ose e Savrës. Pra një nga emërtesat përpara se të quajë myzeqe ka qenë emërtesa në fusha e Savrës. Ndërsa, po të zbresim pak mëtej në histori, të marrim historianen, t'i referohemi historianes bizantine Ana Komnena, për ngjarjet që ajo përshkruan në fund të shekullit të 11, fillimi i shekullit të 12, e përmend me termin fusha ilire. Term që është përdorur dhe gjatë periudhës antike, por që është emri i dytë që neve njohim fusha ilire, të këtij rajoni fushor, të kësaj treve fushore të Shqipërisë së poshtme, ose të myzeqeja e sotme, sepse në vitin, po marr 588, kur u themelua Apolonia, 588 para Krishtit, apo para Erëson, ka pas një emër tjetër, shquetur fusha e Gylakut, ose Gylakea. Si pikërisht diktoi emri? Gylaku ishte... Që do jenë shumë qytetarë dhe spektatorë që të thojnë, në fakt e emri, por nga kush vjen? Gylaku ka qenë një nga drejtuesit e kolonistëve, 200 kolonistëve Korintas dhe Korkyras, që u vendosën në Apoloni, të paktën siç na jep Stefan Bizantini datën, një nga datat e themelimit të Apolonisë 588. Dhe ai e thot, Stefan Bizantini, një nga autorët antik, që 200 kolonistë Korintas dhe Korkyras me në krye Gylakun u vendosën në Apoloni, dhe emri i parë i Apolonisë ka qenë Gylakea, sepse merrte emrin e drejtuesit oikistit, siç quhej, në periudhën e kolonizimit të madh grek të Mesdheut, dhe më vonë pastaj mori emrin Apolonia. Kjo është një pjesë interesante e historisë së Apolonisë, të cilën në të ardhmen. Të ardhmen do të jemi në një mision të veçantë edhe mund ta trajtojmë dhe Apolonisë. Ku të kemi të ftuar dhe specialistë të jo vetëm të historisë antikitetit, por dhe të arkeologjisë që në Fier, në Lushnjë apo në Myzeqe, meqense po flasim për termin myzeqes, nuk mungojnë. Dhe të vim tashmë tek periudha moderne. Sot myzeqeja, nga pikpamja gjeografike, përbën një nga fushat më të mëdha të Shqipërisë, e vendosur në një nga 4 rajonet e gjeografisë regionale të Shqipërisë,
në kohën kur ju dhe unë kemi qenë nxënës në shkollat e arsimit para universitar, në shkollën 8 vjeçare të mesme, kur e kemi trajtuar në lëndën e gjeografisë së Shqipërisë, e kemi trajtuar me termin ulësira perëndimore. Sot në gjeografinë regionale përdoret termi rajoni perëndimor. Është një fushë që ka një sipërfaqe për 1350 kilometër katror, që shtrihet nga lumi Shkumbin në veri deri në afërsi të Nartës në veri të qytetit të Vlorës. Deti Adriatik lag brigjet perëndimore të saj, ndërsa në lindje, në gjersin nga deti Adriatik dhe deri diku pranë kodrave të Kuçovës, gjerësia arrin deri në 50 km, ndërsa gjatësia veri jug shkon deri në 65 km. Etnografët, të paktën do të përmend dy emra të shquar, Rok Zojzin, një nga themeluesit e etnografisë shqiptare, nga pionerët e parë të kësaj shkence në Shqipëri, në shkrimin e tij Ndamja krahinore e popullit shqiptar, merr si ndarje të kufirit jugor, lindor të Myzeqes, sepse perëndimor kemi detin Adriatik, verior kemi lumin Shkumbin, në jug kemi veriun e Vlorës ose Nartën, ndërsa në jug lindje dhe në lindje merr pikërisht aty ku ndahet si kufi, ku ndahen kodrat me fushën. Edhe një shkencëtar i njohur në fushën e gjuhësisë, Jorgji Gjinari, i cili është marrë me studimin e dialektologjisë të gjuhës shqipe, në studimet kur ka bërë e folmja e krahinës së Myzeqes ose e folmja e krahinës së Mallakastrës, e folmja e krahinës Beratit, e ndan kur bën ndarjen, bie dakord me etnografin Rok Zojzi dhe merr si kufi rrugët e sotme automobilistike. Pra, pikërisht me pak ndryshime, si kufi shërbejnë rrugët automobilistike Vlorë Fier, Fier Berat, Berat Lushnje dhe Lushnje më tej Rogozhin. Domethënë kjo është një përshkrim më i gjerë i ndarjes i shtridhjes së krahinës Myzeqes, ndërsa për sa i përket pastaj kemi edhe një ndarje tjetër, kemi 3 ndarje që i bëhen. Asaj është Myzeqeja e Madhe ose Myzeqeja, më thonjë sa e juaja e Lushnjes. Myzeqeja e Lushnjes. Që futet edhe pjesë të Divjaga brenda. Patjetër, që shtrihet nga lumi Shkumbin deri në lumin Seman. Është Myzeqeja e vogël ose Myzeqeja e Fierit, nga lumi Seman në lumin Vjos dhe Myzeqeja e Vlorës nga lumi Vjos dhe deri në Nartë. Por një nga pikat që ju kishit tek pyetjet që më dërguat paraprakisht, kishit kapur dhe një element të ekzistencës fizike të kënetave të dikurshme. Që janë pjesë dhe sot. Jo, në Myzeqe nuk kemi më këneta, kemi ligatinat bregdetare, do më thënë në atë pjesë të bregdetit të Adriatikut, që është në nivelin e detit, kemi pellgje ujore që mbushen me ujë gjatë dimrit dhe që gjatë verës thahen dhe që janë pikërisht këto ujrat e ëmbla bregdetare që konsiderohen si ligatina. Por kënetat e mëdha të Myzeqes janë zhdukur dhe janë shtruar dhe janë shndërruar në toka bujësore në sajt të bonifikimeve të mëdha që janë zhvilluar në vitet 1954, 1976. 1976 në Myzeqen e Fierit, Myzeqen e vogël, në pjesën perëndimore të saj, kemi kënetën e dikurshme të Hoxharës që me bonifikimin e saj mori dhe fund u eliminua dhe këto toka të lagështa, të cilët toka kënetore, këto pellgje të mëdha ujore, të cilat ishin krijuar pikërisht nga vërshimet e lumenjve, por dhe nga depozitimet
e ujrave të reshjeve që grumbulloheshin gjatë gjysmës së ftohtë të vitit, pikërisht në ato pjesë që ishin në nivelin e detit. Për shembull, mund të përmend disa nga këto pellgje të mëdha ujore që ka qenë tërbufi, që ka qenë dhe konsideroj dhe liqen. Quhej dikur edhe në terminologji edhe liqeni i tërbufit. Kemi në Fier përveç se Hoxharën që përmenda, kemi pasur edhe një pellg shumë të madh ujor që njihej me emrin Këneta e Sheqit ose Këneta e Pordzës e Belinës, ishte një pellg ujor që shkonte deri në Roskovec, deri në fshatin Strum, dhe që krijohej nga vërshimi i lumit Seman, bonifikuar dhe kthyer në toka. Për shumë për të treguar, për shumë për të rishikuesit e emisionit, shpesh herë sot termi myzeqe apo pjesë e madhe e myzeqes që si përmendet ju më sipër, shumë qytetar apo njerëz që edhe kanë studiuar dhe nuk kanë studiuar thonë, jo, termi myzeqe dikush e thot ka ardhur nga Kënetat, ka ardhur nga Balta asaj kohe, është fjala myz, pastaj myz sepse dikush ajo pjesë e lumit, si përcakton këtë? Janë thjesht terma gojor që bëhet thjesht e thot dikush edhe mbetet, apo thjesht është historikisht është kjo që ju shpjegoni? Unë sapo e thash pak më parë, termi vjen nga familja Muzaka. Muzakje në trajtën e sotme myzeqe. Dhe është e vërtetuar në mënyrë shkencore, e gjejmë të publikuar në të gjitha botimet zyrtare që nga fjalori enciklopedik shqiptar, vëllimi i parë 1985-ës, botuar nga Akademia e Shkencave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, të jem korrekt me, dhe botimi i fjalorit enciklopedik, po i Akademisë Shkencave, tek zëri, tek myzeqeja që i bën një përshkrim të përmbledhur në të gjitha aspektet, e trajton në këtë formë siç e shprehëm, muzakje, myzeqe. Teori të ndryshme ka për shembull që thuhet dhe mund të jetë prandaj jemi në emision për të shpjeguar teorinë. Unë nuk e kisha dëgjuar këtë që thoni ju nga Balta, por ka pas një teori të Zef Jubanit, të rilindasit, njëri prej ideologëve të rilindjes kombëtare, i cili e lidhte me Apolonin, meqense Apolonia i kushtoi perëndis Apollon, perëndia Apollon ishte edhe perëndia e muzikës, edhe në gjuhën e vjetër quhej Apollon muziqitori ose muziktori etj, dhe lidhte nga muzika me ekzistencën dhe të një fshati muzikës që ka ekzistuar diku në myzeqe dhe vinte nga frymëzimi muzikor. Kjo ka qenë një teori e cila këtë pjesa e muzikës. Ju jeni historian. Si shikoni folklorin e trashëguar pikërisht këtu në myzeqe? Kjo është një term tjetër dhe pikërisht kjo që më ngacmohet menjëherë, myzeqeja e ka përzyem pak temën, kjo i përket etnografisë. Në fakt të jem i drejt për drejt, nuk është fusha ime, por do të them, do të shpjegojmë atë çfarë ju do të them diçka. Myzeqeja, përveç se aspektit historik, kontributit dhe pjesëmarrjes që ka pasur komuniteti i kësaj krahine, popullsia e kësaj krahine, në kuadër të zhvillimeve të historisë si pjesë përbërëse e popullit shqiptar, kontributin që ajo ka dhënë në fushën e historisë, ka dhe një merit të jashtëzakonshme në krijimin, në ruajtjen dhe në transmetimin dhe sot, në ditët e sotme, të një folklori të pasur, këngët, vallet, të një kostumografie të spikatur, po trajtoj dy element. Nga shumë element të veshjes së myzeqes, do të përmendja gunën e famshme me rrëke, që është përdorur përgjithsisht në pjesën e dheut të butë të myzeqes, janë dy brigjet e lumit Seman, dhe që ka vlerat jashtëzakonshme, ashtu siç ka dhe xhubleta, e cila së fundmi është njohur dhe si trashëgimi botërore e UNESCO-s, por
një vlerë të jashtëzakonshme analoge me xhubletën është dhe guna me rëke e myzeqes. Por të marrë dhe një aspekt tjetër që është anashkaluar. Në të gjitha festat me karakter kombëtar, sot shqiptarët kanë unifikuar flisin, ose që përfaqëson deri diku në mënyrë simbolike, është një nga simbolet e kulturës shqiptare, por të mos harrojmë se nga mbulesat e kokës burrave, sipas duke u bazuar tek kostumi te takijet mos gaboj. Te kostumi kombëtar, domethënë takia e myzeqes është një nga 4 variantet kryesore sipas etnografëve, studimeve etnografike të mbulesës së kokës së burrave shqiptar dhe ka një formë të veçantë. A është optoni sot kjo takie që diku në zonën e Divjakës janë disa persona që e mbajnë? A është ajo? Çuditërisht në Divjak ka disa personazhe të cilët janë rikthyer tek simbolika e vjetër dhe e mbajnë si një veshje të përditshme dhe që për mendimin tim personal është një iniciativë, një nismë, një mënyrë që ka shumë premisa që të së shpejti, duke patur edhe ndihmën e media si një transmetuese e fuqishme Juris do t'i gjika në Divjak çdo muaj gusht bëhet një festë që është përcaktuar festa takijes. Shpeshherë qytetarët e kësaj zone, pasi ne kemi pyetur për media, shprehen që kjo festë është pak e çuditshme, ndoshta edhe për ju si historian, që thonë që kjo është një festë që ka përcaktuar ish drejtuesi i bashkisë si festë sepse ai shpesh mban një takie mbi kokën e tij. Jo, ka dhe personazhe të tjerë të cilë mendoj se ka për të kthyer në një farë mode se gjithmonë. Beson të kjo? Mendoj se është një fenomen që ju e kapët me të drejtë dhe unë e kam ndeshur në foto të aktiviteteve të ndryshme me karakter kulturor, e kam ndeshur në foto të përditshmërisë shoqërore të disa individëve të caktuar duke ruajtur anonimatin, por të them dhe atë që unë ndjej dhe që i përgëzoj për këtë iniciativë të riciklimit të veshjes së vjetër, sepse është një veshje jo vetëm autentike e kulturës shqiptare, por takia është dhe ka dhe originalitetin e vet. Dhe por ajo që më çudit se a është tradicionale myzeqare? Është tipike myzeqare dhe çuditërisht nuk është prodhuar nga gratë që prodhonin veshjet në brenda ekonomisë shtëpiake në shtëpi, por takia prodhohej në 2 nga qendrat e mëdha qytetare që nuk i përkasin krahinës myzeqes, por që ndodhen në skaj të myzeqes, siç është Berati, që ka qenë i famshëm për prodhimet e takisë, dhe Vlora. Pra, prodhohej takia nga 2 qytete që janë jashtë. 2 qytete dhe artizan dhe çuditërisht jo vetëm burrat, po edhe gratë në këto qytete, gratë artizane, e prodhonin në mënyrën më të mirë të mundshme. Megjithatë tek Berati ata që do të më ndjekin mund të bëjnë dhe vretje, se Gjon Muzaka në kronikën e tij të shekullit 15 e quajnë Beratin kreu i gjithë myzeqes. Megjithatë kjo është në forum, në rrjetet sociale le të diskutohet, sepse jo të gjitha specialisti i di. Ka dhe shumë gjithdo ka dhe të tjera, shkenca është e gjatë, jeta është e shkurtër, është një proverb latin, por ajo që unë doja të thosha dhe nuk doja që të shpërqendrohesha, kurioziteti im që unë nuk e di tashmë dhe doja t'ju pyes juve të marrun rolin e gazetarit në këtë rast, dhe ju të njeriu të kompetent që mund të keni njohuri, është këto takie që mbajnë ta persona, ku duhet të prodhohen tashmë, sepse thash që ka qenë tradita në qendrat qytetare, a ka nisur dikushi në qytetin e Divjakës që të prodhojnë në mënyrë artizanale, apo prodhohen
nga artizan të caktuar. Absolutisht jo në qytetin e Divjakës. Këto takije, me sa jam informuar unë dhe kur bëhet festa e takijës, këto prodhohen në Kruj. Prodhohen nga artizan të specializuar. Dhe në Tiranë që janë artizan, që kanë punishtet e tyre, që prodhojnë takije apo çdo lloj kapele do t'i thoshin, kësullat e kokës, dhe mbulesa e kokës, në zonat e tjera. Pak për informacion të jap këtë, sepse e di. Mendova se Jo, absolutisht, as në Vlorë, as në Berat, as në Lushe dhe as në Divjak. Do më thënë, sot tradita e prodhimit të takijës ekziston jashtë Myzeqesi, ka qenë deri diku që ju e shpjeguat historikisht, jashtë Myzeqes. edhe ato shkrimet e historianëve, por zoti Gjika, para se ne të kalojmë drejt finales të emisionit, ne mund do të kaloj edhe tek etnografia e keni merak. Patjetër që Atëherë do më lejoni pak sa të marr përsëri atributin tuaj. Ka merak diçka që t'ja servirim teleshikuesit, meqense ne jemi tashmë në muajin tetor, jemi në vigjilje të muajit nëntor, jam muaji i festave, që është muaji i festave të mëdha të pavarësisë dhe të çlirimit. Një nga kontributet e Myzeqes, e popullsisë, e popullit të Myzeqes është edhe mikpritja dhe shoqërimi që i bën arkitektit të pavarësisë kombëtare, Ismail Qemalit, i cili gjatë udhëtimit të tij nga Durrësi drejt Vlorës për ngritjen e flamurit, udhëtoi përgjatë fushës së Myzeqes. Ne në Muzeun Historik Fier, për fat kemi... Para se të kalojmë për kjo pjesë, do t'jemi krenar ne që ai që vendosi atë shtyllën kryesore të pavarësisë Shqipërisë, kaloi në Myzeqe? Patjetër. Ju përmendët Divjakën, unë do të përmend Libofshën, ka ardhur koha që ky itinerari i tij, që nga Sandalli apo Vau, kalimi i Melundur i tij, nga Çerm Proseku, Divjaka, Babunja, ku kemi një simbolik të vendosur qysh në 100 vjetorin, në 2012-ën, në 100 vjetorin e pavarësisë kemi një simbolik atje, një simbol në formën e një obelisku shumë të bukur që tregon. Libofsha, Fieri, duhet të kenë patjetër memoriale që të prezantojnë në mënyrë të dukshme, të prezantojnë këtë udhëtim të Ismail Qemalit, shoqëruar dhe me kontributin e popullit Myzeqes. Dhe meqense e lodhëm pak sa teleshikuesit me këtë plan, mendojmë që ta thyejmë tek pavioni i pavarësisë kombëtare dhe që t'i japim dhe pak më shumë ritëm emisionit sot. Kalojmë. Zoti Gjika, këtu jemi te pavioni i pavarësisë. Ne duam thjesht historinë e kalesës së të madhit Ismail Qemali, shtylla e shtetit shqiptar, drejt pavarësisë në qytetin e Vlorës. Po thjesht sot ky emision është i fokusuar vetëm te pjesa e Myzeqes. Kalvari i tij brenda pjesës së Myzeqes. Udhëtimi i tij historik, që nisi qysh në datën 23 nëntor të vitit 1912, nga qyteti i Durrësit drejt qytetit të Vlorës. Ndalesa e parë do të bëhej në Kavaj, tek patrioti Qazim Erhori, i cili i buri në dispozicion Kuajt, sepse ato ditë të fundit të nëntorit, koha ishte merreshje dhe fusha e Myzeqes ishte e mbushur nga, pothuajse ishte e përmbytur. Kanë bërë një udhëtim të jashtëzakonshëm, siç e dëshmojnë një pjesë në kujtimet e tyre, një pjesë të shoqëruesve të Ismail Qemalit. Stacionin tjetër pastaj e bën në Çerm, ku Ismail Qemali u lajmërua se forcat e Xhandarmarisë Osmane dhe forcat e ushtrisë kishin marrë
urdhër për të arrestuar. Dhe këtu ka një patriotët lushnjar, kanë roli i tyre, ka një rëndësi të dorës së parë që e lajmëruan, e mbështetën, e morën në mbrojtje së bashku me grupin e shoqërimit dhe i sugjeruan rrugën përgjatë, mos kalonte në lushnje, po përgjatë myzeqes bregdetare, përgjatë kodrave të divjakës. Në shpinën tuaj është një hartë që pasqyron lëvizjen e tij, nuk e di, jemi të fokusuar mirë këtu? Të fokusuar. Dhe që tregon udhëtimin e tij. Këtu kemi liqenin ose lagunën e Karabastas, ne kemi bregdetar dhe kemi ndalesën e itinerarit gradisht, i famshmi dikur Gogola, si shprehje, etj. Vanaj, dhe ndalja në Libovsh. Në Libovsh, patriotët vendas, siç është dhe shumë e thjeshtë për të parë nga teleshikuesi, 24 nëntor të vitit 2012 ai bujti në konakët e të ndërtuara nga Nedin Bej Leskoviku, që kishte qenë drejtori i çiftligjeve turke, sepse bëhet fjalë për Shqipëria ishte pjesë e perandorisë osmane, në Myzeqe dhe u prit ngrohtësisht nga patriotët Libov-Sharak, të cilët jo vetëm që e bekuan misionin e tij, por e mbështetën dhe e shoqëruan deri në Vlorë. Të nesërmen do të kalonte vahun e Petovës, lumin Seman, u bë nisja nga Libovsha, dhe do të mbërrinte në Fier, ku në Fier do të pritej pasaj në shtëpinë e Omer Pash Vrionit. Një rol të rëndësishëm do të luante edhe Ton Shkilica, kryetari i Bashkisë së Fierit, i cili më parë kishte bërë lidhjet midis forcave kryenëritëse shqiptare të Shqipërisë së Jugut, dhe që së bashku me patriotët fierak ka një rëndësi shumë të madhe, sepse kjo nuk është thënë në historinë e Shqipërisë dhe në historinë e Myzeqes, ka pasur një tendenca në shkalimit të historisë së Myzeqes. Po pse ka ndodhur kjo? Unë nuk e shpjegoj dot. Detyra ime tashmë, unë kam një objeksion timin, por nuk më lejohet që ta them. Domethënë, qëndrimi, ideja ime është që ka pasur një anashkalim. Nuk e di se përse, por detyra jonë e përbashkët, e imja si studius, si historian, si intelektual, si qytetar, si mësues i historisë në profesion, dhe juaja si përfaqësues të medias, është që ta theksojmë. Dhe çfarë argumenti im është pikërisht tek mbledhja e Fierit e 12 gushtit të vitit 1912, përpara se të vim tek udhëtimi Ismail Qemalit përgjatë Myzeqes, pikërisht në Fier, në qytetin e dytë më të rëndësishëm të Myzeqes, sepse dy qytetet kryesore ishin pikërisht Lushnja dhe Fieri, në fillim të shekullit kaluar, të viteve të shekullit kaluar, dhe pikërisht në 12 gusht të vitit 1912, në drejtimin e Ismail Qemalit, në shtëpinë e Omer Pash Vrionit, do të zhvillohej pikërisht mbledhja me një rëndësi të jashtëzakonshme kombëtare, e cila doli me dy detyra. Ismail Qemali do të nisej në Stamboll dhe do drejtonte negociatat me qeverinë e re turke pas rënies së Xhon Turqve nga pushteti, që të siguronte autonominë e Shqipërisë. Flitet akoma për autonominë e Shqipërisë. Ndërsa Luigi Gurakuqi do të shkonte pranë Komisionit Hasan Prishtinës, që kishte nisur bisedimet me qeverinë e re osmane në Shkup për të siguruar ose për të negociuar për kushtet e autonomisë. Më vonë Luigi Gurakuqi u bashkua delegacionit Ismail Qemalit në Stamboll, filloi lufta ballkanike. Perandoria osmane nuk ekzistonte më në Ballkan dhe Ismail Qemali, Luigi Gurakuqi dhe patriotët e tjerë vendosën që të rikthehen në Shqipëri dhe kryen atë udhëtimin e jashtëzakonshëm nga Stambolli
në Bukuresht, në Vjenë, në Budapest, në Trieste, në Durrës dhe mbyllin ciklin përsëri në Fier në qytetin e Myzeqes, ku në 12 gusht 1912 ishte zhvilluar mbledhja e Fierit, të cilën me të drejtë një pjesë historianë dhe studiusit e quajnë preludi i pavarësisë së Shqipërisë. Dhe pastaj Ismail Qemali në datën 25 nëntor të vitit 1912, pasi bëri mbledhjen përsëri tek shtëpia e Omer Pash Brionit në qytetin e Fierit, ndau detyrat me patriotët shqiptar, dërgoi nga zyra telegrafike e Fierit telegramin për në Vlorë, që do të mëri shëndoshe mirë sepse kaloi tashmë rreziku i arrestimit nga forcat osmane dhe qyteteve dhe krahinave të tjera të Shqipërisë që të shpejtonin të mbledhin kuventin kombëtar, udhtoi dhe atë mbrëmje bëriti në Vlorë, ku në 28 nëntor të vitit 1912 drejtoi procesin i mbështetur nga delegatët nga qytetet e krahina të tjera të Shqipërisë, ku shpalli pavarësinë e Shqipërisë, ku Lushnja dhe Fieri u përfaqësuan si dy qytetet kryesore të Myzeqes me përfaqësuesit e tyre firmëtar, siç e dëshmon dhe dokumenti i deklarata e pavarësisë. Kjo ishte ajo që unë kisha pak merak për ta trajtuar dhe që do ta vazhdojmë në një stacion të tretë, duke e lënë pak minjan historinë dhe të dalë atje ku ju keni merakun, sepse siç jemi në Fier këtu, në qytetin më të madh të Myzeqes sot, të tregojmë dhe mikpritjen myzeqare që dhe juve, edhe juve, si qytetar i Lushnjës, si qytetar i Myzeqes, të largoheni me përshtypje shumë të mira, jo vetëm nga institucioni jonë, por edhe nga qyteti i Fierit, pra të demonstrojmë atë pjesë të traditës së vjetër që duhet ta ruajmë dhe që duhet ta ekspozojmë për shikuesit se edhe në muzeun e qytetit të Fierit dhe që duhet ta transmetojmë, jo e kisha tek iden tek një nga tradita tek mikpritja myzeqare që ka mirëpritur banor nga të gjitha trevat shqiptare, ashtu siç e thotë etnografi i madh Rokzojzi, që Myzeqeja ka qenë e hapur, ka qenë pjesë e ndikimeve të popullsisë ardhur nga krahina të tjera, por që i ka mirëpritur dhe i ka mbajtur në gjirin e saj, dhe sot është një Shqipëri e vogël në miniatur, jo vetëm Fieri, jo vetëm Lushnja, por dhe qytetet e tjera të Myzeqes. Të lutesh operatorit të kalojmë në këndin tjetër, tek etnografia, tek dhoma myzeqare. Mitë e mi, siç e shikoni, ne jemi ulur bashkë me historianin Gjika, pikërisht në një odë të improvizuar këtu në muzeun e qytetit të Fierit. Zoti Gjika, si shikoni këtë improvizim kaq real të mikpritjes myzeqare këtu në një odë në brenda muzeut historik të qytetit? Në vitin 1978, kur Muzeu Historik Fier nisi aktivitetin në godinën aktuale, në këtë godinë, ideuesit dhe grupi i punës për krijimin e muzeut mendoi të krijonte edhe dy dhoma të traditës, siç është dhoma e qytetit dhe dhoma e fshatit, pra dhoma e fshatit myzeqar, me element të traditës, ku nuk mungonte oxhaku, elementët dhe aksesorët e tij, shiltet ku burrat rrinin, të paktën po flasim për pjesën e burrave, këmbkryq, dhe në qendër sofra që përdorej, së bashku me orendit me pjatat lugët, shtambat ose shtëmba që përdoret aja, sepse Myzeqeja flet dialektin, një nga 9 dialektet e toskërishtes, djepi ku edhe brezat tam, edhe brezi ynë është përkundur. I lutem operatorit mund na kaloj pak kamerën te pjesa e djepit, aty ku zoti Gjika foli për atë
pjesë të historisë e odës muzeqare, pasi ne më tepër jemi fokusuar sot edhe te pjesa e muzeqesë dhe të falenderoj zoti Gjika që gjithçka sot t'i dhe për këtë emision ku ne akoma vazhdojmë të sjellim ato çka muzeqeja ka promovuar gjithë jetën e saj, se si vjen nga termi, si vjen nga mikpritja, si vjen nga historia, kulinaria, çdo gjë duke rritur atë fanatizmin e vjetër. Ka qenë një zgjidhje brillante, be jashtëzakonshme e ideusve, projektuesve dhe ekzekutuesve të grupit punës gjithë përfshirës që ndërtoi, krijoi Muzeun Historik Fier, ka qenë një zgjidhje tepër origjinale. Ne kemi krijuar këtë akses kryesisht te grupet e vogla, tek vizitorët e veçantë, por dhe veçanërisht të huajt, të cilët vizitohet shpesh këtë pavione. Muzeu Historik Fier është pak jashtë hartës së zhvillimit të turizmit, sepse fokuson tek Apolonia, parku i Bylisit, është Vlora më në jug, është Berati dhe përgjithsisht Muzeu Historik Fier punon si muze edukimi me nxënësit, me fëmijët e shkollave, me studentët, me qytetarët fierak që rikthehen në qytetin e tyre, ose që pasi u jepen ngacmimet mediatike, siç është emisioni sotëm, ose në faqja që e Facebookut që ne e përdorim dhe që i pasqyrojmë, ku prej 5 vitesh kemi pasaportizuar pothuajse të gjitha objektet me statuse të veçanta dhe pikërisht vinë për t'i parë dhe për t'i prekur nga afër. Ky është roli i patjetërsueshëm i medias dhe duke qenë se jemi këtu dhe po përjetojmë të ulur ashtu siç po më kryq sipas traditës dhe që kamera juaj po i pasqyron të gjitha orendit, aksesorët e një dhome tipike muzeqare, një dhome tipike të kulturës dhe traditës sonë shqiptare, të kenë, i ftoj që të kenë kënaqësinë të vizitojnë edhe këtë mini ambient, këtë dhomë maket, ku përkujtojmë jo vetëm punën shumë të mirë të grupit të punës, të punonjësve, të drejtuesit dhe të këtij institucioni ndër vite, por i kujtoj që kanë dhe kënaqësinë, e kemi kryer dhe aksesin që t'i prekin dhe t'i shohin, por dhe t'i përjetojnë nga afër këto vlera tipike të kulturës sonë tradicionale. Pasi e mbyllim këtë pjesë të odës fshatare, do themi në atyre dhomës muzeqare. A mund të kalojmë tek dhoma e traditës qytetare? A mund të jetë dhe ajo një kuriozitet për shikuesit e emisionit? Mund të kalojmë, megjithatë, unë do të propozoja që dhomën e qytetit, veshjet, një pjesë të orendive të tjera të përdorimit shtëpiak, veglat të blektorit, të bujkut, mjet e pune të tyre, ti trajtonim në një emision tjetër, për të mos për t'i lënë edhe paksa mundësi, kuriozitetin dhe meditimin. Personazhe në fokusit, do të thojmë herësi do të shikojmë diçka akoma më të veçantë që Muzeu Fierit paska në Vranësi dhe jo të gjithë e kanë vizituar këtë muze. Dhe neve nga ky emision i bëjmë thirrje të gjithë atyre që kanë dëshirën e madhe për të shikuar një odë muzeqare, të vinë në qytetin e Fierit, pikërisht në muze, për ta shikuar realisht se si ka qenë oda muzeqare në ato vite kur njihesh termi muzeqe. Pavarësisht se emrat vijnë të ndryshëm te termi muzeqe, pasi zoti Gjika, si historian i qytetit Fierit, po dhe i muzeut në këtë qytet, na i shpjegoi të gjithë termat se si ka ardhur fjala muzeqe, dhe sot pikërisht na tregoi dhe odën muzeqare me vlerat e saj brenda historike që thjesht kushdo që shikon ngelet në memorie. Zoti Gjika, ke diçka tjetër për të shtuar pasi emisionit tonë pikërisht i vjen fundi edhe për ta lënë atë pjesën tjetër për një emision? Do të kërkoja ndjes për ndonjë
lapsus, pas saktësi ose ekuvok për pjesën e etnografisë, sepse të jemi korrekt, etnografia nuk është një fushë Që mbulon një historia. që nuk është fusha ime, dhe natyrisht nëse do të kishim, do të ishte një etnograf që do t'ju udhëhiqte, biseda do të kishte më lirshmëri, kuriozitetet do të ishin më të mëdha, më të shumta, pra do të kishim do të përçoheshin më shumë koncepte, ide, argumenta dhe fakte. Zoti Gjika, faleminderit që ishe pjesë Faleminderit e ju. emisionit Personazhe në fokus për këtë të shtunë në televizioni Apollon. Ashtu si gjithmonë ti je njeri i gatshëm për të dhënë kontributin tënd për shikuesit e televizionit Apollon, por edhe për çdo lloj emisioni, për çdo lloj televizioni që vjen pranë muzeut, për të treguar atë realitet që faktikisht Muzeu i Fierit i ka në brendësi të tij, duke thithur turizmin, jo vetëm turizmin vendas, por edhe turizmin e huaj. Faleminderit edhe një herë që Faleminderit ju. ishe pjesë e një emisioni kaq të gjatë, ndoshta për shikuesit, por dhe për vetë audiencën e televizionit Apollon. Mitë e mi, edhe për të shtunë emisionit ton i erdhi fundi. Me mua dhe me Zotin Gjika, miru takoshim herë të tjera.